një debat të gjatë për çështjet e integrimit. Patëm një debat gjatë për faktin që opozita është lënë jashtë këtij procesi sot, jo vetëm opozita, po dhe qytetarët shqiptar, për transparencën që duhet ketë në këtë proces. Unë besoj që kanë kaluar pak kohë, 10 ditë, 2 javë dhe mendova që qeveria shqiptare do reflektonte dhe do të sillte në parlament informacionin që të paktën parlamenti diskutonte. Në Serbi, pozicionet negociuese publikohen një javë mbasi ato diskutohen me Komisionin. I gjithë procesi i negociatave është një proces i hapur dhe transparent. Sot qytetarët shqiptar nuk kanë asnjë informacion se çfarë ndodh me negociatat. Qytetarët shqiptar nuk kanë asnjë informacion për pozicionet negociuese. Parlamenti nuk ka asnjë informacion se cilat janë detyrimet ndërmjetëse. Deputetët nuk kanë asnjë informacion për detyrimet ligjore që duhen plotësuar dhe periudhën kohore. Absolutisht asnjë deputet i opozitës nuk është i përfshirë në këtë proces. Për këtë arsye, edhe një herë në emër të opozitës, kërkoj zoti kryetar, ju si kryetar i kuvendit, ju kam kërkuar që në shtator në nisje të sesionit të luani dhe të kryeni rolin tuaj institucional dhe të publikoni dhe të njoftoni dhe opozitën për këtë proces. Në mënyrë të vijuar kemi kërkuar publikimin e ligjeve, në mënyrë të vijuar kemi kërkuar publikimin e pozicioneve negociuese, në mënyrë të vijuar kemi kërkuar që të ketë informacion dhe transparencë. Ky proces nuk mund të jetë një proces teknik ku shkojnë dhe bëhen prezantime PowerPoint-i. Ky proces është politik dhe qytetarët shqiptar duhet ta dinë se çfarë po negociohet sot në Bruksel. Qytetarët shqiptar duhet ta dinë a ka apo jo pengesa sot në Bruksel. Qytetarët shqiptar duhet ta dinë cilat detyrime qeveria shqiptare ka marrë angazhim për të kryer dhe nuk i ka kryer. Duhet ta dinë në qoftë se miratimi i ligjit të porteve të jahteve është pengesë apo jo për kapitullin 5 prokurimit publik. Në qoftë se është pengesë për kapitullin 27, në qoftë se është pengesë për kapitullin 14. Qytetarët shqiptar duhet ta dinë në qoftë se mosvotimi i imunitetit të ish-zëvendës kryeministres është bërë problematik dhe është diskutuar atje apo jo. Këto janë çështje shumë të rëndësishme procesi i integrimit. Është çështje e interesit kombëtar, ka qenë objektivi strategjik i Shqipërisë. Nuk mund ta trajtoni këtë si pronë tuajën pa dhënë absolutisht asnjë informacion. Përsëris dhe një herë kërkesën legjitime të opozitës për transparencë, për informacion dhe për gjithë përfshirje. Duhet patjetër që sot këto tema t'i kemi në parlament. Faleminderit.